Diabeti dhe hipertensioni janë dy nga sëmundjet kronike më të përhapura në vend dhe çdo vit prekin një numër gjithnjë më të madh individësh. Tashmë këto probleme nuk kufizohen vetëm tek të moshuarit, rastet po regjistrohen edhe në moshat më të reja, madje edhe tek fëmijët. Diabeti dhe hipertensioni janë dy nga sëmundjet kronike më të përhapura në vend dhe çdo vit prekin një numër gjithnjë më të madh individësh. Tashmë këto probleme nuk kufizohen vetëm tek të moshuarit, rastet po regjistrohen edhe në moshat e reja, madje edhe tek fëmijët. Qendrat shëndetësore raportojnë rritje të qëndrueshme të numrit të pacientëve që marrin trajtim për këto sëmundje. Mjekët shprehen se faktorët kryesorë që nxisin përhapjen janë stili jetesës së ulur, ushqyerja me yndyrna e sheqerna, mungesa e aktivitetit fizik dhe neglizhimi i kontrolleve mjekësore. Moshuarit më të shpeshta për cilë qytetarët paraqiten tek ne janë probleme me hipertensionin edhe probleme me çrregullim të ndyrna por edhe plus diabetin. Edhe një kontroll shëndetësor bazë është parë në shumë të rasteve kanë probleme me çrregullimin të ndyrnave, që ndoshta një faktor motiv në mënyrë e ushqyerjes, mënyrë e jetesës. Në përgjithësi moshat mbi 50, por shihet një tendencë edhe në moshat mbi 30 vjeç. Kështu që këshillohet që gjithkush një herë në vit të bëjë një check-up ose një kontroll shëndetësor bazë për të vlerësuar jo tek ne banorët tanë, banorët në hojëzat të sistemit elektronik tonë, por edhe të zonat e tjera që paraqiten tek ne tek urgjenca, më shumë haset kjo problematikë. Këshilla e parë modestisht mënyrët ushqyerjes, të ushqejmë me ushqimet e stinës. Ecja, lëvizja, edhe të mundohen të ushqejnë sa më shumë ushqime bio, pra ushqimet e stinës, ushqime bio edhe lëvizja, edhe këtë theksoj kontrolle periodik. Një herë në vit, një orë në ditë, aq shumë grup moshat që janë targeti që kapit 35-70, për edhe të tjerët nuk humbin gjë. Jo, kemi pasur raste të moshave 13 vjeç me diabetën. Me hipertension, përgjithësi mosha 25-30, ndoshta abuzimi me pije alkolike, pije energjike, ndoshta abuzimi me substanca të tjera. Çdo kush që vuan nga diabeti apo tensioni i lartë duhet të ndjek një regjim të rreptë ushqimor, të bëjë ecje të përditshme dhe të mos anashkaloj vizitat periodike. Në rastet më të avancuara, pacientët janë të detyruar të marrin disa herë në ditë insulin apo ilaçe për tensionin për të ruajtur stabilitetin shëndetësor. Parandalimi dhe ndërgjegjësimi janë mënyrat më efektive për të frenuar përhapjen e këtyre sëmundjeve. Kujdesi ndaj vetes duhet të fillojë herët për të mos u përballur më vonë me pasoja të rënda.